grupi negociator u mblodh, në unanimitet kishin këtë mendim, ndaj dhe unë e gjykova që s'ka pse ta mbajmë të fshehur, kjo është e vërteta, dhe thashtë ja u thosha ju, ka një, do më thënë, këto shpresoj që edhe alat, edhe opozitarët e tjerë, të mbështesim një kandidaturë që vërtet është absolutisht e pavarur dhe përfaqëson qytetarët e këtij vendi, e këtij qyteti me shumë dinjitet. Zoti Berisha, me qënë se kandidatura është e pavarur e Florian Binajt, a i do të mbështetet në teren nga përfaqësuesit e partive politike të opozitës, apo mbështetja do t'jetë vetëm me vota dhe logjistik? Tani, Anisa, mbështetja do t'jetë e plot dhe totale. Forma e mbështetjes do jetë ajo që do përcaktoj ekipi fushatës së kandidatit dhe kandidati. Forma. Por vendosmëria është e tillë. Do t'jetë e plot dhe pa diskutim. Ne jemi të vendosur që t'japim çdo mbështetje. Zoti Berisha, me sa duket, ju e keni tashmë kandidatin që do të mbështes forca juaj politike dhe shpresoni që të mbështetet edhe nga partitë aleate. Kandidati do jetë kur të bjem dakord me forcat tjera, unë shpreha mendimin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike. Ndërkohë, me sa duket, kandidatët janë, por ka një ngërç që në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dy përfaqësuesit të përzgjedhur nga opozita nuk marrin pjesë në mbledhjen e rregullatorit duke bllokuar në këtë mënyrë edhe miratimin e apateve ligjore sa i takon nisjes së fushatës, regjistrimit të kandidatëve. A keni diskutuar me ta cili është problemi dhe a keni tashmë një zgjidhje për të zhbllokuar edhe miratimin e apateve zgjedhore? Ata janë juristë, besnik të ligjit dhe të kushtetutës. Pse në narkoshtetin shqiptar ka kryeministër, kryetar organizata kriminale që s'përfil ligj as kushtetut, siç është Edi Rama, që në një akt të pashembullt shkelmoj kushtetutën dhe ligjet vetëm e vetëm për të varrosur përfundimisht politikisht Erion Velin, politikisht, ka një njeri hipokrit për të mos i thënë dhe më shumë, po unë s'do të prish gojën time, i cili bëri një skenar që unë ja u nxora këtu para jush para se të shpalosej, si që një dishmitar, unë ju thash, se po përdorin, në kohë kur akoma nuk kishte dërguar, po përdorin këte platformë antikushtetuese, thellësisht antikushtetuese, dhe njerë, për çdo njeri që i thot shtetit shtet dhe kushtetutës kushtetut. Neri 115 i kushtetutës nuk len asnjë lloj hapësire, po kur ka një kryeministër
që edhe atje në Biruc ku është ka frikë Erion Velin, ka të merë nga Erion Velia, dhe i lejon vetës të bëj gjithë shka, të shkel çdo lloj ligji, për të larguar në kundërshtim me, më falni, pa nuk ishtë sa muaj ndajti kryetari i bashkisë Tropojës në arrest shtëpie? Mbi 10 muaj. Mbi 10 muaj. Mos mendoni se unë po qaj hall në Erion Veliz. Jo. Ne votuam, kemi kërkuar të parë, votuam, do votojmë për largimin e tij, për groposjen e tij etj për politikën, natyrisht. Por ne nuk jemi kur dakord për dhunimin e kushtetues dhe ligjeve. Se Shqipëria ka një president peng, të marrë peng nga aferat korruptive që ka me kryeministrin, me Gjirin e Lemonit dhe me pronat tjera të ushtrisë, që ka shkel ligj dhe kushtetut duke firmos. Kjo nuk do thotë që ne të pajtohemi. Dhe tani, hajde gjuhët ju. Hajde gjuhët. Njëri thoshte, më tha Stafi. Pa lexoni pak në qoftë se gjerin historinë e botës një president që të fshihet për dekretin antikushtetues pas Stafit. Stafi në qoftë se thot një akt antikushtetues, pushohet në vend nga puna. I thot shko, këtu është kushtetuta. Po Stafi edhe po ta tha, s'ta imponon dot. Se ky del, ky hiqi do u thot tani se e ka kuptuar krimin që ka kryer, e thot mua më shtyri Stafi. Çfarë shtyri Stafi ty? Cili staf të shtyri ti? Kurse ai tjetri citon një ish bashkëpunëtor timin, dhe unë ja u them ju këtu, i dhe jam është një mashtrues ordiner, vulgar. Ilir Usmani është karkuar nga Sali Berisha për korrupsion. Cile ka qenë ngjarja? Ja u them unë. Ngjarja ka qenë drejtori i përgjithshëm i burgjeve Dashamir Maçi kishte hap një tender. I vllai ministrit i shkon drejtorit dhe i kërkon tenderin. Nuk ishin standardet e Edi Rams, as Lubis. Ishin standardet e Sali Berishës. A i thot pa, ik tani, edhe mos u duk këtu, se nuk ke punë ti. I e vllau i ministrit, nuk mund të vish këtu për tenderin. I vllau i ministrit e kërcënon drejtorin e përgjithshëm. Se do të pësosh këte dhate, mençurisht ai e regjistron. Mençurisht, Dashamir Maçi regjistroi kërcënimin dhe solli në zyrë tek unë. Kur ky është, po, Ilir Usmani në vend që të kritikon të vllau dhe të mante qëllim me vllau, çfarë bëri? Në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin, shkarkon drejtorin e përgjithshëm të burgjeve në një kohë kur nuk ishte nomenklatura e tij, ishte kryeministri. Në mos e këshillit të ministrave fare, ose kryeministri ose këshilli i ministrave. Ministria kishte vetëm propozimin. I them, se më duhet nisesha jashtë, sa po të kthehem do ta trajtojmë. Dhe unë këtu, ky kishte bërë shkarkimin. Tani, prisni një minutë. Në qoftë se ishte për të qëndruar ndaj korrupsionit, ministri duhet lavdronte drejtorin për qëndrimin që mbajti ndaj vllaut të tij.
Që i tha, jo, s'ke pun ti këtu me tendrin, të fun ke me tendrin. Po ministri majtë janë në vlau, qa do thosë se mund të kishte interesa, dhe shkarkoj drejtorin. Dhe unë shkarkova ministrin. Absolutisht. I thash, me këte që ke bërë, do të argohesh. Do bëj largimin, pruri një, shkoj në zyrë, solli një shkres dorëheqje, dhe kjo është gjithë puna, po historia është kjo. Po, talam të histori, ky personi që i referohet e Diravat, e zishës ky, shko shifni pak kasin. Ky është këshilltari i presidentit, ky jurist gjoja, këshilltari i presidentit, të cilin ligji e ndalon të kryej, nuk e lejon të kryej asnjë detyrë tjetër. Asnjë detyrë tjetër. Shkon dhe merr detyrën e kryetarit kasit një pagesë tjetër si shërbëtori Edi Rams. Ja, ky është juristi. Ky është stafi. Po këta janë një lloj të gjithë. Sa këta përdan gjej njëri tjetrin. Kjo është e vërteta.